Në një kohë kur dialogu ka ngecur, presidenti serb kërkon të paraqitet si i pazëvendësueshëm, ndërsa Kosova mbetet në pozitë të mbrojtjes. Burime konfirmojnë se presidenti serb Aleksandar Vučić po përgatit një takim të ri me peshë politike, i cili shihet si pjesë e strategjisë së tij për të rifituar terren diplomatik. Ky hapi vjen në një moment të brisht, kur Serbia ndodhet në presion të rritur ndërkombëtar dhe Vučić tani po synon ta përdor Kosovën si kartë për legjitimitet të brendshëm dhe për të treguar para botës se pa të nuk ka stabilitet në Ballkan. Për Kosovën ky zhvillim është i keq. Ai ekspozon Prishtinën ndaj një skenari ku manovrat e Beogradit mund të interpretojnë si gatishmëri për kompromis, ndërsa Kosova detyrohet të mbetet në pozicion mbrojtës pa instrumenta të fuqishme presioni. Në vend që të fitoj kohë për reforma të brendshme dhe forcim të institucioneve, ajo rrezikon të humbas terren në arenën ndërkombëtare. Këtë lajm e ka bërë publik edhe ish antari i gjykatës kushtetuese të Kosovës, Kadri Kryeziu, i cili tha se kjo gjë duhet jetë një zile alarmi për Kosovën. Për Kosovën kjo është një zile e fortë zgjimi. SBA ka pezulluar dialogun strategjik me ne, ndërsa Serbia po përfshihet me kujdes nga Washingtoni, deklaroi Kryeziu.